Ish-presidenti i Republikës Ilir Meta do të vijojë të qëndrojë në izolim. Këtë të premte pas kërkesës së bërë nga avokati i tij për heqjen e masës shtrënguese të sigurisë, gjykata e apelit të posaçëm e la sërish në qelinë 313-s. Avokati Kujtim Cakrani thotë se kërkesa e tij për të përjashtuar gjykatësen Saida Dollani jo vetëm që nuk u pranua, por përfundoi me gjobitjen e tij, sepse gjyqtari Florian Kalaja e konsideron të padrejtë. Gjyqtari zoti Florian Kalaja nuk e përjashtoi, sepse e kishte gjykuar më parë një çështje, kishte për revokimin dhe ka sankcionuar dhe mua avokatin me 10.000 lekë gjob ose 100.000 lekë gjob për shkak të kërkesës së padrejtë që kisha bërë për përjashtimin e gjyqtares. Tani, ne i kërkuam, ashtu si në gjykatën e shkallës parë, të shuhet masa e sigurimit, sepse presidentit i kanë kaluar të gjitha fatet e parashikuara në kodin e procedurës edhe në kushtetut. Megjithatë, një fije shprese për avokatin mbetet kushtetuesja. Të vazhdojnë në paraburgim deri në vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila besoj dhe shpresojmë që brenda muajit dhjetor të kemi një vendim pozitiv nga gjykata kushtetuese. Vendimi nëse dosja Meta do të kalojë apo jo për gjykim do të merret në 17 nëntor. Spak zgjati hetimet për ish-presidentin dhe ish-bashkëshorten e tij Monika Kryemadhi deri në tetor të këtij viti. Meta akuzohet se ka kryer korrupsion, pastrim parash e fshehje të origjinës së tyre në lidhje me dosjet Çezdia, lobimin në SBA